Skuadra e Milanit po përballet me një fazë vendimtare për të ardhmen e dy lojtarëve kryesor. Po flasim këtu për Teo Hernandez dhe Tijani Reinders. Ditën e sotme u zhvilloi një takim rëndësishëm midis enturazhit të Teo Hernandez dhe drejtuesve të klubit Kuqezi, ku diskutuan kërkesat për rritjen e pagës që mbetet sfidë për klubin Kuqezi. Al Hilal nga ana tjetër ka ofruar Milanit rreth 30 milionë euro për Teo Hernandez, ndërsa klubi kërkon të paktën 40 milionë euro për mbrojtësin. Nga ana tjetër, Manchester City ka shfaqur prej disa kohësh dhe interesa për Tijani Reinders dhe ka ofruar ditën e sotme 35 milionë euro Milanit, por Milani kërkon të paktën 70 milionë euro për mesfushorni, i cili sapo ka rinovuar kontratën deri në 2030 dhe po kalon sezonin më të mirë me 15 gola dhe 4 asistime. Në këtë moment Milani po vlerëson me kujdes ofertat nga anët e të dy skuadrave që kanë treguar interes si për Teo Hernandezin dhe për Tijani Reinders, por po vlerëson dhe me ardhjen e Idritares dhe me ardhjen e trajnerit të ri ditën e djeshme Massimiliano Allegri për ndoshta një rinovim të kontratave të dy lojtarëve. Është një situatë shumë e nxehtë nga ana e skuadrës së Milanit, me ardhjen e drejtorit të ri sportiv dhe me ardhjen e trajnerit të ri, pritet të jetë një merkato si me shumë emra që mund të lejnë skuadrën e Milanit, emra të rëndësishëm si Maignan, Teo Hernandez, Leao, këtë rast Reindersi dhe shumë Pulisic, shpresojmë jo deri tash nuk ka Reindersi. Ka shumë emra në horizont, të cilët mund bëjnë që Milani dhe skuadra e Milanit të bëjnë një rinovim tjetër 100%. Gjithsesi, komentoni mendimin tuaj, kush mendoni se do largohet nga Milani dhe kush ka më shumë përqindje, më shumë probabilitet të largohet sipas mendimit tuaj, Teo Hernandezi apo Tijani Reinders. Sipas mendimit tim, Milani nuk duhet shesë asnjë. Sipas mendimit tim, Milani duhet t'i marrë të dy. Me ardhen e Allegrit është një Milan që duhet të mbajë boshtin e skuadrës. Boshti i skuadrës do thotë Maignan, Port, kemi Pavlovic, Teo Hernandez, Pulisic që nuk diskutohet, Leao, Gimenez, Reinders, Fofana. Ky është boshti i skuadrës Milanit dhe Milani me anë të këtyre lojtarëve duhet të ecë përpara. Komentoni mendimin tuaj, më ndiqni dhe bëni sa më shumë share.